Që nga momenti kur filloj të merret me muzikë, ai dalloi nga stili të kënduarit. Është ky Yll Limani, i cili vjen sonte në prive për të na shpalosur më shumë detaje për projektin e tij të fundit. Me këtë do sjell ai duet me 2PD apo me Tunën. E ndjekim bashkë materialin e përgatitur Enkas për Yllin. Ky është projekti I parë që Yll Limani prezantoi për vitin 2016, një këngë që mori vëmendje nga publiku pa efektin e një videoklipi. Duke dashur të bëjë një test për ndikimin e këngëve të tij në publik, Yll e lançoi najherë vetëm si lyrics video. Kemi pas shumë ideja, shumë skenare, krejt njerëz që unë punoj me ta e ka jep secili atë inputin e vet që kish pasur me kanë spote, edhe përfundimisht kom vendos me u lansu si projekt me lyric video, bashkë me Agonin djalin që I kemi punu bashkë, pse është këngë e tekstit, edhe është një këngë që besoj që secili që e dëgjon ja bën spotin vet, në kryt e vet. Pritëm sa po vi. Por me videoklip erdhi kënga më e re. Pritëm se po vi është produkti muzikor që ka tekst dhe melodi të këngëtarit, ndërkaq muzika është krijuar nga Cricket. Faktikisht kënga e nis me piano, është një lloj balade brenda vetes, po e ka ritmin që më e diferencon prej krejt projekteve të tjera që I kam bërë në të kalumen. Edhe prapë ka mesazhin e dashnisë dhe atë mesazhin që dikush të mungon kur je vet, kur nihesh vet në një vend të mbushur plot me njerëz. Edhe prapë është Ylli në tekst edhe në melodi, po në ritëm edhe në gjithçka tjetër është një Yll krejt tjetër. Ndryshe nga kolegët e tij, Yll Limani me këtë produksion muzikor nuk po synon koncertet. Koncertet janë një pjesë tjetër e karrierës tam që kam marrë pak më vonë. Njerë jemi të mundu me forcirat të thotë Yllin si artist, edhe me pas sa ma shumë këngë, sa ma shumë projekte në mënyrë që kur të fillosh tamam me koncerte, me pas atë publikun që të vynë për koncerte edhe me pas një repertor gjatë, mos më shku me kënu shumë minuta të shkurt që këndojnë këngëtarët e tjerë, po me pas një repertor, pse jo me shku me band ose me një gitarist me përcjellje diçka në mënyrë që me kriju një atmosferë për që ata që vinë njerëz. Limani, përpos Pritëm se po vi, ka gati 2 projekte të tjera që vinë në bashkëpunim. E para vjen me reperin 2po2. Pas Pritëm se po vi, vinë 2 bashkëpunime që do jenë radhas. I pari është me reperin shumë dashur për mua dhe për publikun 2po2. Kallzoj edhe titullin e këngës Dritat. Është një këngë realizuar prej Çekishit edhe prej Gzimit, Straight Up Entertainment. Këngën I kemi pas si demo edhe isha vetur me Erkandin. Edhe veç që tash unë tash t'ja dërgoj 2po2-shit, se di pse është I vetmi artist që përshon këtë këngë dhe ai fatmirësisht ka pranu. Pretendojmë që do të dalë ka fundi I korrikut. Ndërsa e dyta që është komentuar shumë do të jetë në bashkëpunim me Tunën. Bashkëpunimi shumë përfolur që po e konfirmoj këtë jo, është me Tunën, është një këngë, njëra prej këngëve më të mira që mund pëlqen më shumë, është një baladë ritmike më me qujt, edhe kjo është e punuar prej Straight Up Entertainment, edhe kjo po mendoj me dalë nga fundi I gushtit, maksimumin në javën e parë të shtatorit. Por Yll dhe Tuna nuk u diskutuan vetëm për këngën që po punojnë bashkë. Të 2 emrat u lakuan për një lidhje të moçme pas ndarjes së këngëtares nga reperi Kozman. E vërteta qëndron kështu. Po, Tuna Ylli janë bashkë në muzikë. Nuk e di sa I gjanë du të me ka në diapazoni ati gazetarit që I ka jep këtë lajmë. Mu me Tunën na lidh në jeta personale, jemi shumë miq të mirë. Jemi edhe kolegë, kemi miqësi qysh para shumë kohësh, e kam një respekt të jashtëzakonshëm artistik edhe personal për Tunën dhe për krejt çka ajo është. Edhe shumë faleminderit që ma parashtruar pyetjen, se një medium I parë që më drejtoni direkt për këtë pyetje që dohet. Edhe ja vash përgjigje. Duke mohuar lidhje me Tunën, Ylli zbulon se statusi I tij vazhdon të jetë single.